E kam emrin Hajri Mislimi, vi nga qyteti Struk, pe Maqedonie, në fshatin Bixhof. Jom ka 38 vjet në Vjenë dhe punoj nga 38 vjet në Hotel Saha. Arsyeja është pse në Hotel Saha është një pjesë shumë e rëndësishme, pse kom ardhë si shumë i ri në Vjenë, edhe kom qenë afër 18 vjeç, edhe kam fillu direkt në Hotel Saha. Kur kam fillu në Hotel Saha për herë të parë, kom mendu se ki hotel është diçka, si mund ta them, kur e kom pa për herë të parë, jo që jom çudit, po jom diçka, jom dalë dhe kom pa një hotel që s'ka kom pa asnjëherë. Punoj gjatë kohë këtu, jom afër 38 vjet, jom vagmester, e kam pozicionin dhe jom i kënaqur çka jom këtu. Puna ime është ke Hotel Saha, kur kam fillu kam qenun kam fillu në 1988, kam qenun për kuferat me i quna për dhoma, dhe mbas disa vite kom dalun als vagmesta i thuen dormen edhe vagmesta. Vagmesta çka i pres gestet, i qoj limuzinat në garazh, edhe i qoj gestet deri ke recepcioni. Puna im është me të vërtet interesante, edhe është diçka, kur them që është diçka me të vërtet shumë interesante, njoh shumë njerëz, kam kontakt me shumë njerëz, dhe puna më bëhet aq shumë interesante që unë se diktoj se kur shkoj në shtëpi, kur bëhet 3 saati, nuk më diktoj me të vërtet pse o bëhet 3 saati, se kam shumë me njerëz shumë punë. Edhe ajo më bën shumë të gëzuar shumë që e bëj me gjithë qif punën. Që të më kujtohet muve dritë me thonë, ka shumë për më kujto, unë jom, kur thonë 38 vjetë to, më kujtojnë shumë gjoja. Edhe më kujtohet një ndër çka unë e mbaj mend më interesante që më ka ndodhur muve, gati, më thomë gjatë për viti, apo çdo vit shkuj edhe unë në vendlindje, edhe më ka bu përshtypje diçka në vendlindjen time, ku kam qenë në Tiranë, në midis Tiranës ka qenë një hotel i vogël, nuk është me ndërmend me dëftu, nuk është me dojmos me dëftu emrin ose kush është si është, se nuk është. Ka qenë një gast e njoh shumë mirë, është vin këtu shumë shpesh. Kom qenë në Tiranë, kom i brenda ke një hotel i vogël, edhe ai i kishte ka pas denjonin edhe banon ke neve, ala ndoshta banon ala. Ne kishte ndërtuar në brenda hotelin këtë si Hotel Saha. Kishte afër 25 dhoma, edhe mu bash mbet përshtypje ajo, se shumë interesante ishte, edhe unë e kretë si ke recepcioni, e kështë bo regullën, e kështë bo si dhomat tona, e kështë bo si potije lozhi tona, më ga një person kishte mbrenda, ama shumë interesante. Edhe e kom pyetun bashat kryesarin atij, ai ka thënë që une nuk ishte ai kryesari, po ata që punoshin, që vinë ke Hotel Saha, banon ke Hotel Saha dhe i ka pëlqen shumë, edhe ala i pëlqen, edhe e ka ndërtu këtë hotel me 20 oda, vetëm për atë arsye çka është atë Hotel Saha interesant. Për mua është shumë interesante në rast se punoj në Hotel Saha, edhe punoj në Hotel Saha, edhe më pyet dikush se sa vjet je këtu, thon 38 vjet. Më pyetën si mund të jetë ajo 38 vjet, shumë gjatë është ajo. Vetëm dikush që e kuptonën, është mund të jetë vetëm si muve. Çka jom 38 vjet dhe i kom përjetuar të krejt gjojat këtu, edhe i ditë këtë gjojat, si shkojnë, si punojnë, si rredhin, si ujdisen, si shkatrohen. Vetëm këtu ke ky hotel, mu më duket se nuk shkatrohet, tu vetëm ujdiset. Kur ujdiset, kush është ai njeri që bën atë? Unë mendoj se është familje Götla, unë mendoj se është familje Winkla. Ata njerëz janë për muve personlik, i vetmi si njeri, jo një familje shumë çka interesohen për personalin, shumë çka bujnë çdo sent për neve, edhe kur bujnë ata për neve, çka mbetet atëre neve për ata me bo. Edhe ne mundohemi çdo sent që ky hotel të funksionojë, edhe të jetë me emën, edhe të mbese si një hotel me traditë si është, edhe ma tutje për djemë të rëj, për vajzat, për fëmijët, për çdo njonit. Mbese edhe ma gjatë. Unë mendoj se gjenerata re do të marrë e kupton me siguri se kush është ky hotel, edhe mundohet me çdo sent kur të vinë këto të punojnë, të kenë respekt, të kenë nder, të kenë fjalë të muera gjithkohon për Hotel Saha. Kur e kam dëgju këtë se do të bëjmë një fest për 150 vjet,
jom dalin dhe jom mendu 150 vjet Hotel Saha. Për atin e 150 vjet, afër 20 vjet jam unë aty mbrenda. Veç thom, 20 vjet në Hotel Saha, afër 20 vjet, 38 vjet, edhe çka kom pa unë këtu, edhe çka është ndryshun këtë Hotel Saha, ima për pozitive gjoja, çka ka pas ndërtime, çka pas shumë ndërtimet të larta, pe me e marun pe vitit 2001, 2003, 2015, 2018, deri në 2026, deri që shofi une, ka pas shumë ndërtime edhe shkon e ma lartë, e ma lartë, e ma lartë, e ma lartë. Ajo do të thotë që kur i mbrej 150 vjet, unë mendoj se Hotel Saha është një hotel që ka një familje me të vërtet që e runë këtë vend shumë, e runë këtë familje, kjo familje Hotel Sahës, familje Gyrtla, familje Vinkla, kanë investum këtë hotel shumë, edhe si e shof une, shkon shumë në rregull kjo hotel. Edhe është një ndër hotel shumë ma i mirë mendoj se në Vjenë çka ekziston.